Jemi rikthyer në rrugët e shikues në pjesën e dytë, dhe që futbolli mbaroi Jo, akoma 2-0 për Meksikën është. Meksika po fitonte. Po 2-0. Si ka mundësi? Kush ishte ekipi tjetër se? Po, Afrika e Jugut. Afrikën e ra finala. Ta luajnë rugby, janë kampionë rugby. 2 kuqe kanë marrë. 2 kuqe thua ti. Ka mbetur me nënt. Po. S'kem çfarë bëjmë. Ne këtu i goxhar, gati nënt jemi dhe ne, si ikën ata të parët dhe 5 dhe 4 tani nënt. Mirë që me thënë aqë sa ekipi Atere, jemi rikthyer në rrugët e shikues, Klodiana Lala, Gjevaj Zhabina dhe Sokol Bregu ndihmojnë për këtë pjesë të emisionit. Ngjarjet që ne fokusuam është sheshi i madh i qendra e Tiranës, e bllokuar për 12 ditë nga protestuesit. Pastaj folëm edhe për nëngratën e doktorit, që nuk është me tani, mërë vendim, Departamenti i Shtetit mori vendim që të mos jetë, siç mori vendim që të jetë para 5 vjet. Tani mori vendim që nuk është, Klodi. Proces. Mos po pyet për ndeshjen tani ti. Jo, po dëgjoj me vëmendje. Tani. Një fitore morale për Ne të flasim mund të por ana tjetër, ndoshta edhe momenti që zoti Berisha të hap krahun edhe të ketë të rinë dhe të reja në kryet Partisë Demokratike. Ndoshta kështu e shliron përfundimisht atë forcë politike. Po ky është një mendim tërësisht personal edhe jo si njose çështjeve politike. Atëherë, mund të them që 3 problemat, 3 ngjarje do kemi ne, janë 2 të zhdukur, si ne i kishim në emisionin e kaluar, do t'i risjellim për të parë çka bërë shteti, policia në këtë raste, dhe pastaj do t'jemi në një moment ku mendohet që s'pak po eton për vërnecin çfarë ajo konkretisht po bën. Do lëm si pikë të tretë, po si më rëndësishme, të tretë rëndësishme janë, po si më të rëndësishme, po e lëm si pjesën e fundit për ta mbyllur këtë program. Është eliminuar Eglant Koçi. Pak fjalë dikush do thotë ç'është tani edhe një herë ta përsëritim Eglant 34 vjeçar Eglant Koçi është zhdukur rreth një javë më parë. Zonja Lala, çfarë kanë zbuluar deri tani hetimet? Ja, ky është zhdukur. Policia dhe prokuroria kanë dyshime që Eglant Koçi 34 vjeçar mund të jetë vrarë nga shoku i tij ngushtë Armand Shakaj. Për këtë arsye, ky fundi të shpallur në kërkim nga policia, por aksionet për kapjen e tij nuk kanë dhënë rezultat. Ndërkohë që është arrestuar Enea Zyferi për akuzën e përkrahjes së autorit të krimit. Enea Zyferi ka qenë kamarier në lokalin e Armand Shakajt. Pse thot policia dhe pse dyshon prokuroria dhe policia që Eglant Koçi është ekzekutuar? Sepse ka disa të dhëna të qëndësishme për të shkuar drejt këtij dyshimi, pavarësisht se trupi pa jetë i tij nuk është gjetur sipas hetimeve të deritanishme. Eglant Koçi ka humbur kontaktet me familjen e tij në datën 4 qershor, pikërisht kur Shqipëria ishte përfshirë nga vala e protestave që po vijojnë edhe ditën e sotme. Familjarët kanë menduar që ndoshta në momentet e para mund të kishte problematik me telefonin, kanë insistuar pafund që të lidhe me të, nuk kanë arritur, dhe në datën 5 vllai i tij Eglant Koçit është drejtuar policisë dhe ka bërë një kallëzim penal për humbjen e kontakteve me vllajin. 2 ditë më vonë, pra nga data 5 që është bërë denoncimi, në datën 7 është zbuluar motori i Eglant Koçit, por ndryshe nga zona ku ai kishte humbur kontaktet me familjen që ishte sheshi Wilson, në fakt rezultonte që motori ishte gjetur në zonën e 5 Majit. Dhe duke ndjekur kamerat e sigurisë, rezultonte që Eglant Koçi kishte hyrë në një ambient të mikut të tij Armand Shakaj, që e ka sipër lokalit, që ndodhet pikërisht pranë shkollës Ismail Qemali ose thënë ndryshe përballë drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Enea Zyferi, që është kamarieri i lokalit, thot në dëshminë e tij që e ka parë Eglant Koçin të hynte në këtë ambient, të cilin unë dyshoj që aty ka patur aktivitet për call center dhe mendoj që është një tjetër pistë që po heton policia krahas asaj të kriptomonedhave dhe nuk është parë më të dalë nga aty. Çfarë ka ndodhur më pas është që sipas hetimeve të deritanishme, Armand Shakaj ka larguar motorin e Eglant Koçit, e ka dërguar fillimisht në një zonë të ndërmjetme mes zonës ku kishte vendin e punës dhe 5 Majit, ka shkuar e ka lëvizur për të dytën herë dhe për të fshehur gjurmët, i ka kërkuar kamarierit të tij të fikte dritat në zonën pra në pallatin ku ata kishin zyrën.
Kamarieri ka deklaruar në gjykat, pra Enea Zyferi, duke thënë që Armandi më kërkoi të fikja dritat për shkak se do të nxirrte një frigorifer. Pavarësisht se energjia elektrike ka qenë e fikur, nuk ka patur, kamerat e sigurisë e kanë regjistruar momentin kur Armand Shakaj shfaqet duke nxjerrë nga zyra e tij e punës ose nga ambienti që dyshoj ose policia dyshon që ka patur call center dhe kriptomoneda, një çantë në dukje të zezë dhe që ai e tërheq dhe aty mendohet të jetë trupi i pajet i Eglant Koçit. Dhe nga ky moment e ka vënë në makinë dhe ka shkuar në drejtim të zonës së malit me gropa dhe gjurmët përfundimisht humbasin në pjesën mes Tiranës dhe Librardit, pra ajo që është vija ndarse. Ditën e sotme policia ka ushtruar sërish kontrolle në këtë zona me shpresën për gjetur trupin e Eglant Koçit dhe ka kërkuar përmes një shkrese zyrtare ndihmë nga autoritetet e Kosovës për të sjellë qenë dhe pritet që ditën e nesërme të vinë ekspert nga Kosova dhe të vinë po ashtu edhe qenë për të bërë krehjen dhe kontrollin e zonës. Një tjetër detaj që është... s'kemi qenë me që Radafi dhe do vinë nga Kosova. Po ne dihet tashmë që ne nuk kemi qenë të specializuar dhe stërvitur. Jo, kjo nuk është qesharake, është shumë Jo, nuk po qeshë... Jo, po ta them shumë seriozisht. Më babit që Kosova ka qenë dhe ne s'kemi qenë. Tani, Kosova është ka ndër policit më specializuara ndoshta në Ballkan. Ndërkohë Shqipëria ne e pam në tërmetin e 2019 se çfarë problematika shkishim. Kështu që ajo shkolla e qenve, për stërvitjen e qenve është thjesht një karakatin që ka mbetur aty. Po s'duat të shfokusohen, pra duat qëndroj tek rasti. Momenti i dytë që hetuesit dyshojnë që ky person është mbajtur peng dhe më pas dyshohet të jetë vrarë, është pikërisht fakti se në automjetin me cilin e ka transportuar, dyshohet ta ketë transportuar trupin e Armand Shakaj, janë gjetur gjurmë të gjakut që kanë rezultuar të përputhshme me ADN-n e tafërmëve të viktimës dhe janë gjetur po ashtu gjurmë gjaku në ambient. Armand Shakaj që është në kërkim është thirrur në polici. Pra autori dyshuar është thirrur fillimisht në polici, është marrë në pyetje dhe është lënë i lirë. Momentin që është lënë i lirë ka filluar të bëjë disa veprime dhe këtu ka lindur dyshimi kryesor për të, sepse i ka kërkuar kamarierit po ashtu të dërgonte makinën në një zonë në fund të bulevardit të ri ose zona ish frigoriferit për të larë automjetin dhe të zhdukte gjurmët. Dhe në momentin që policia e ka kuptuar këtë lëvizje, automjeti është ndaluar në lavash dhe aty janë zbuluar edhe gjurmët e krimit. Tani dy janë pistat kryesore. Njëra pist ka të bëj pikërisht me aktivitetin e call centerave dhe ne dim shumë mirë se sa shqetësues ka qenë ndër vite në Shqipëri aktiviteti call centeri dhe kryesisht call centrat ato që janë, po flasim call centrat paligjshme dhe që mashtruese, janë goditur vetëm momentin që janë kërkuar nga autoritetet e huaja dhe fakti që kohët e fundit ka pasur shumë goditje, ndoshta gjërat nuk kanë shkuar mirë në këtë aktivitet. Dhe pjesa e dytë, Eglant Koçi ishte korrier për kriptomonedat. Pra bënte thyerjen nga kriptomoneda në konvertimin në cash. Dhe ndoshta këtu mund të ketë qenë një konflikt mes tyre. Personalisht mendoj dhe dyshoj që Armand Shakaj nuk është i vetëm në këtë sipërmarrje kriminale, por unë mendoj që pas kësaj historie fshihen interesa shumë më të mëdha dhe nuk ka të bëjë me një gjë kaq të vogël. Pra të vrasësh një person të cilin e ke mik dhe në një farë mënyrë ke pasur miqësi familjare për vite me radhë, do thotë që diçka e madhe mes tyre ka ndodhur dhe policia dyshon mes përplasjes për kriptomonedat dhe call centrat. Kjo është pak a shumë e gjithë gjëja. Nesër pritet të vinë qend dhe grupi i specializuar nga Kosova për të nisur kërkimet nga mali me gropa deri në zonën Xibri e Matan në Librash, sepse aty mendohet zona që mund të jetë fshehur trup. Bregu? E ke trajtuar në emisionin tënd. Po, ajo që bie në sy dhe kjo pastaj lidhet me shoqërinë. Nga dëshmitë që ka mbledhur policia, viktima kishte thënë në grupin e tij shoqëror se kishte fituar në kohët e fundit rreth 500.000 euro. Kohët fundit sa i thua ti si kohë? Me ditë. Pra javës kaluar. Si mirë me ditë. Pra gjatë javës kaluar kishte fituar në call center një shumë prej 500.000 euro. Kjo e ka rritur xhelozin. Mirë po, problemi i parave digjitale është se ato ndodhen në telefon. Nuk janë para të cilat ti i shef fizikisht. Dhe duke menduar, telefoni gjithmonë ka një kod, duke menduar se ky vërtet kishte 500.000 euro në portofolin e tij të parave digjitale, është kryer vrasje. Unë jam i bindur për këtë. Edhe pse e ka shok. Dhe kjo pastaj mund dalim në moralin. Atë vret shoku për 500.000 euro, besoj që Shqipëria ka treguar raste. Nuk ka shok thua për shoku nuk e ke më shok
ta të vrasin për 15.000 euro, jo 500, që ka menduar ai. Por, ajo që dalim në përfundim, është që ky njeri ka thyer nga portofoli i zotërisë në Tiranë parat digjitale. Ka thyer parat digjitale në shifra që nuk binin në sy. 10, 12, 17, dhe nuk dihet vërtet a i kishte viktima 500.000 euro parat digjitale në telefonin e tij, sepse ato që janë thyer janë të një shifre shumë herë më të vogël se kjo 500. Pra, kjo ka qenë arsyeja kryesore e grabitja e parave. Mua më ranë sy, sepse i kërkuari në këto momente, ka një pseudonim dhelpra, kështu e flasin në rrethet e tij shoqërore, në lagje etj. Dhe kam pyetur disa persona që mund ta njihnin, sepse duke qenë se kishte këtë pseudonimi dhelpra, kujtova që në fakt gjithë ata që e njihnin kanë mbetur shumë të habitur që ky mund ta kryejë këtë vrasje. Ashtu ka mbetur dhe familja në cilën ky ka kryer i ka vrarë të birin, sepse ky shkonte tek familja e tij dhe ishte një shok i afërm. Por me sa duket, ai njihet për përdorimin e shpesh të lëndëve narkotike, si duket kjo bota e lëndës narkotike, kjo të çon në atë pikë që jo 500 janë shumë, sepse nuk dihet i kishte 500, por nga thënjet e shokëve është që ky e ka treguar shokëve që i bëra dikujt një gol prej 500.000 eurosh, kështu i quajnë këta kur vjedhin qytetarët e Bashkimit Evropian. Zhabina, kishe? I kisha vetëm një detaj, Gland Koçi vetëm dje ka marrë vesh rastësisht, kishte punuar për disa kohë, ndoshta një muaj e pak, në një fast food. Dhe rastësisht takova një nga punonjësit që kishte njohur nga afër, dhe përpara se të largohej nga aty, ata zonja që punonin bashkë me të, flisnin për një djalë në pamje të parë, pa problematika, shumë korrekt mënyrën se si sillej e tjera me radhë, por njerëzit që e njihnin kohët e fundit, tregojnë që ai kishte shfaqur një lloj shqetësimi në rritje dhe që normalisht ndihej i friksuar. Nëse ka të bëjë përfundimisht me kriptomonedat apo ka të bëjë me call centerat, se këto duhet ta ndaj pastaj hetimi, këtë nuk di ta them me siguri, por këto janë dy pista dhe fakti që kishte një lloj shqetësimi dhe që kishte lënë edhe më pas vendin e punës, tregon që në një farë mënyre diçka aty ka ceduar dhe diçka nuk ka shkuar. Detajet e ngjarjes janë këto, por ajo që mund shtoja unë që këto do të jenë pasojat e një, po them, industrie e cila nuk kontrollohet nga policia. Policia e shtetit kujtohet për call centerat apo për parat digjitale, vetëm kur ka një informacion i cili vjen nga jashtë dhe gjithmonë ky informacion më pas përkthehet në një operacion të suksesshëm në Shqipëri, në disa raste, pasi në disa raste të tjera dështon, ose përkthehet në ngjarje të tilla kriminale që ne pastaj e kemi shumë vështirë që të shkojmë tek motivi i vërtet i kësaj ngjarje, pasi edhe po të vësh re njoftimin e policisë, personi është shpallur në kërkim, me sa kuptova, në kërkim policor dhe jo me një, po them, vendim gjyqësor. Kështu që, dakord, po kjo tregon edhe që duket që është një hetim i cili nuk ka ecur ashtu siç duhet dhe kam përshtypjen unë që do të jetë shumë i vështirë për të shkuar tek motivi i vërtet edhe për të provuar që do të jetë një vrasje kryer nga personi i cili është shpallur në kërkim. Kjo pasaj ka dyshime. Ajo që mendoj unë është se kërkimi kushton. Varet se sa në të vërtet ka thyer, sepse është e vështirë për të ditur sa para ka personi në fjalë. Ai nuk mbahet për një njeri i cili ka i pasuri. Ato që ka thyer nga telefoni, i ka thyer në disa pika në Tiranë. I ka thyer në shifra të vogla, 8, 12 e tjera me radhë. Tani sa para ne e kuptojmë që Shqipëria është një vend, po patë para të mbajnë të fshehur. Kur bien parat, të dorëzojnë vetë se nuk ke më ku shkon. Kështu që aktiviteti i tij është i dobët, ai ka qenë i skeduar më parë për shitje narkotikësh në këtë pikë. Mirë po, policia gjithmonë, edhe ata që e kanë njohur, e ka konsideruar një shitës të një dore të fundit pa i dhënë atij një interes si personi i cili mund kryej një vrasje të tillë. Dhe prandaj edhe policia është në dyshim. A është në të vërtet ky, apo thjesht është transportuesi
i trupit, i detyruar. Hetimi do ta zbarse, edhe unë kam dyshime që t'jeti vetëm. Që t'jeti vetëm. Me të gjitha e të i treguat ju, mundësia është maksimale që ai të është eliminuar. Familjarët janë njoftuar zyrtarisht nga policia që ka dyshimet forta që ai mund të jetë vrarë, sepse veprimet e kryera nga autori dyshuar deri më tani, që është për momentin i shpallur vetëm Armand Shakaj në kërkim, por mund të ketë dhe bashkëpunëtorë të tjerë, sepse Eglant Koçi shfaqet duke hyrë në datën 4 në ambientin e biznesit të Armand Shakajt dhe nuk shfaqet më duke dalë. Pra kamerat e sigurisë kanë regjistruar vetëm momentin e hyrjes, por jo të daljes. Dhe momenti vetëm që hetuesit dyshojnë që mund të jetë nxjerr është një çantë në dukje e zezë që e tërheq Armand Shakaj. A ka patur persona të tjerë prezent? A ka dalje të tjera të atij ambienti ku kanë qëndruar dhe mund të mos jenë shfaqur në kamera sigurie? Çfarë është diskutuar mes tyre, kjo mbetet tamam për të sqaruar. Por kamarieri ka kryer 2 veprime. E para ka fikur drita dhe prandaj dyshohet dhe akuzohet për krahjet e autorit të krimit, dhe së dyti ka dërguar automjetin për t'u larë. Tani në një automjet që ke gjurmë të gjakut, minimalisht, ato duhet njoftonte policinë çfarë po ndodh, ai thotë ma kërkoj pronari. Dakor, deri tani ka këtë akuzë. Më pas duhet saksuar nëse e ka më të rënduar pozitën, nëse ka bashkëpunëtor tjera me radhë. Çfarë hetuesi duhet të kenë kujdes është motivi, sepse motivi mund të nxjerrë të tjerë personazhe të përfshirë, të cilët ndoshta mund të jenë në rolin e urdhëruesit, pra mund të mos jenë në rolin e ekzekutorit, por mund të jenë në rolin e urdhëruesit. Qartë. Presim do me thënë më tej, ose edhe nuk presim se ngjarje të tilla shpesh mbeten edhe në njerëzit plot. Ajo që është u bë shumë shqetësuese kjo historia e zhdukjes së trupave, e groposjes së tyre, është një mënyrë po shfaqet si fenomen shumë shpesh në ndërkaq në herën e kaluar u morëm emisionin e kaluar me një vrasje në Kamz dhe autori ishte në Rati. Dhe është ende ndoshta në Rati. Autori dyshuar i vrasjes së Ardian Balloshit vijon të jetë në Rati. Bëhet fjalë për Sadik Llani, një person që konsiderohet me rrezikshmëri shumë të lartë. Janë edhe shumë para për të punë. Çfarë ka ndodhur? Ku po kërkon policia dhe pse nuk kemi rezultat? Unë mund të them, Aratia kushton. Nëse në rastin e parë them që maksimumi do shkoj një muaj me aq para sa ka thyer nga portofolja ti telefonit dhe jam i sigurt që për një muaj njeriu që ka kryer, ose jo që ka kryer, se s'mund t'ja lëm ne në njeriu që dyshohet nga policia dhe kërkohet, mund të kapet brenda muajit se aq para ka për të fshehur personin, fjalë do doj shumë kohë, pasi aktivitetet e tij i japin mundësi, rrjeti i tij shoqëror është shumë i madh, mundësit për t'u kapur, kur nuk u kap ditën e parë që ndodhi dhe ishte kërkimi aty për aty dhe mund të ishte mundësia, nuk mendoj që për një kohë relativisht të gjatë mund të kapet. Mundësitë e tij janë të mëdha për të fshehur, zonat në Shqipëri mund të jenë shumë të mëdha për të ndetur jashtë mbulimit të policisë. Kosova është aty gjithmonë, në Kosovë gjithmonë shkojnë edhe nuk ka kontrole. Kosova është kthyer në pjesën më të lartë të gjithë kërkuarve në Shqipëri. Sidomos gjejnë zonat pikërisht me fshatrat të Kosovës të cilat nuk ndodh krim dhe prezenca e policisë pothuajse është zero, sepse Kosova ndryshe nga Shqipëria ka zona të tëra të cilat siç mund të kemi ne Përmetin. Në Përmet krimi i fundit ku e diun është pa vdek Enver Hoxha akoma, ku e diun. Nuk ndodh vrasje. Dhe prezenca e policisë mund të ketë në një prerje pylli, në një prezenca e policisë në Përmet është jashtëzakonisht e ulët se s'ndodhin krime, nuk mund të ketë kap zona në Shqipëri që janë pa krime dhe policia është prezente shumë pak, duke qenë kështu ka zonat shumëta në Kosovë dhe gjejnë strehen aty, kuptohet gjithmonë në këmbim të parave. Ravina? Po, kjo është, policia sigurisht është zhvend ndjekjet autorit dhe ndoshta jo gjithmonë ajo teza që Aratisja kushton është gjithmonë e saktë, sepse kishim ngjarje në Maliq për shembull që autori kishte 10 vite në kërkim edhe ishte ai kishte akoma më shumë para. Por ajo që kishte marrë lekë nga ZBR-ja, për mos thënë që kishte punëtor, për mos thënë që kishte informator dhe paguante në polici që ende nuk është gjetur.
ai ishte akoma me më shumë para. Por ajo që do të thoja unë është që, dakor, autori tani është zbuluar, por interesant janë motivet që quan drejt kësaj ngjarje, sigurisht që një konflikt i nisur shumë herët në Calceto mes dy personave, viktimës dhe autorit, paktën rreth një vit më parë ka çuar në këtë ngjarje shumë të rëndë. Megjithatë, kjo është vetëm në hetimin fillestar nga ana e policisë, ndoshta motivi mund të jetë diçka tjetër akoma më e madhe mes të dyve, por dyshimet e para janë që mund të jetë një konflikt banal mes këtyre dy personave. Lala? Tani duhet të kthejmë pak të ngjarje e parë te Gland Koçi. Unë mendoj që policia e Tiranës është realisht angazhuar dhe ka kryer kërkime intensive në zonën, sikur se thash, Qafmollës, Malit me Gropa, në zonën e Xibrit, në zonën e Librashtit, pavarësisht kapaciteteve problematike që ka, pra mungesë të forcave, mungesë të qenëve të specializuar të tjera me radhë apo të pajisjeve të tjera, realisht ka pasur një angazhim maksimal. Tani, lidhur me ngjarjen tjetër, vrasja e Ardian Baloshit në thelb ka një konflikt të nisur një vit e gjysmë më parë mes viktimës dhe autorit dyshuar, i cili ai konflikt ka nisur edhe në atë kohë për motive banale dhe ka qenë një histori tipike shqiptare që secila nga palët nuk është tërhequr dhe ka mbajtur një mëri për vite me radhë dhe përfundimisht ka kulmuar për fat keq me vrasjen e Ardian Baloshit. Po çfarë e bën specifike këtë ngjarje? Autori dyshuar është një personazh me rekordet më parshme, konsiderohet njohës i mirë anëve të zjarrit, është një njohës shumë i mirë i zonës nga pjesa e qafës Murrizit në drejtim të qarkut të Dibrës dhe pikërisht në këtë zonë janë duke në ushtruar kontrole, sepse ka edhe të njerëz të besuar apo familjar të tij ku ai mund të fshihet dhe mund t'i japi ndihmë, si në kuptimin e veshmbathjeve, ushqimit e tjera me radhë, dhe në këtë kuptim ai dyshohet dhe mendohet që mund të fshihet në këtë zonë. Për faktin se është njohës i mirë i armëve të zjarrit, është i armatosur edhe njohës i mirë i zonës, për policinë është ngritur ai që mund ta themi sinjali i kuq, që do të thotë policia prej shumë kohësh nuk ishte vendosur shpërblim në dispozicion të qytetarëve, të cilët mund të jepnin informacione për vendodhjen e një personi, sepse policia ka dyshime që për shkak të personalitetit, për shkak të rrezikshmërisë që paraqet, ai mund të bëhet një person agresiv dhe për këtë arsye kërkon bashkëpunimin e qytetarëve dhe kërkon që të jepet informacion kundrejt shpërblimit duke ruajtur anonimitetin. Dhe në këtë aspekt ndaj policia është angazhuar për gjetjen e Sadik Klanit. Tani, Sokoli me të drejtë thotë që arratia kushton dhe ne e dim shumë mirë, po në rastin konkret nuk është paraja që e mban të pa arrestuar Sadik Klanin. Unë mendoj që deri tani ai nuk është arrestuar për faktin se është njohës shumë i mirë i zonës ku mendoj që fshihet, dhe së dyti ka mjaft banor të zonës, me të cilët ka lidhje familjare apo shoqërore që mund ta ndihmojnë. Por ama, nga gjitha vlerësimet që ka bërë policia e shtetit, rezulton një person shoqërisht i rrezikshëm dhe që për këtë arsye ka vendosur në mos gabojmë 10.000 euro shpërblim. Kështu që se ndonjëherë ylli jo domosdoshmërisht duhet kesh emrin e madh në botën e krimit që ti jesh i rrezikshëm. Ndonjëherë këto personazhe, të cilët nuk kanë qenë shumë të mëdhenj në botën e krimit, për shkak të personalitetit që kanë, mund të shndrohen realisht në vrasës dhe mund të shndrohen në persona problematika. Ai ka kryer një vrasje dhe ndoshta duke pritur një dënim shumë të rëndë, ndoshta nuk frenohet për të kryer edhe një ngjarje tjetër, urojmë që jo, nëse dikush e vë ato në presion apo mund ta zbuloj dhe ta dorëzoj tek policia. Kështu që në këtë aspekt personaliteti i tij konsiderohet shumë problematik. Kjo është e drejtë, në po të shohim edhe vrasjen e policit në Maliq, ai që e qelloi është ekspert në shitje. 2 të shtëna kokjoks. Këto lloj shitjesh i kryen vetëm ai kishte përgatitje ushtarake. Ekzaminimi doli që ishte në perfeksion, pra ai po i priste policët për t'i vrarë. Në të gjitha vrasjet e policëve ne kemi parë raste që ti qëllon për t'u larguar dhe një plumb ka policin dhe vritet. Ai e kishte në mendje për t'i vrarë. Dhe zotëria në fjalë shkon për të luajtur futboll, ka armën në makinë, se ku e gjeti, nuk vati në shtëpi dhe u kthye. Dhe kur ti ke armën në makinë do të thotë që ti je një makinë gjithkohës i përgatitur për të vrarë, po. Vrasës në lëvizje. Vrasës në lëvizje, se ndonjëherë themi si u zu ky për një parking makine. Por njerëzit funksionojnë me nerva. Dhe kur ke një armë në makinë, ai nuk mbas edhe ky personi nuk do donte kur ta vriste atë. Në nerva e sipër, por nga që kishte armën në makinë.
se u zunë për ndeshjen e futbollit, dhe akoma më keq që tentoi edhe ta shtonte më shumë hakmarrjen e tij. Kjo është, kur mban armë makinë, ti je një makineri lëvizëse, vrasëse. Tani, por duket edhe hetimi sikur çalon në raste të tilla, është Hetimi apo kërkimi, po thoni? kërkimi e. Kërkimi se hetimi është i plot. Po, unë t'i dash disa karakteristika, sepse, Unë i bashkoj këto. zoti Rakipi, janë disa personazhe të cilët ndoshta për atë të thash, atë botën e madhe të krimit organizuar nuk thonë shumë gjë, po për atë botën e vogël, pra të zonës ku di unë, të Dibrës, të Maliqit, apo zonat të tjera, janë persona të cilët e njohin shumë mirë zonën. Dhe duke qenë se e njohin shumë mirë zonën, ky ka mundësi të fshihet. Se imagjinoje, për shembull, e mban mend aratisjen nga burgu i Drenovës i 7 personave dënuar me burgim përjetshëm, pse u kapën ato? Dhe unë kam qenë e bindur që do të kapeshin shumë shpejt, sepse ata nuk ishin njohur së mirë të zonës. Nëse Admir Tafilaj do t'ishte arratisur nga burgu i Reqit në Shkodër, mundësia për të arrestuar do t'ishte thuajse zero. Ndërkohë që atje u arrestua sepse ai nuk dinte fare që ndodhej në Prenjas. Pra nuk e dinte ku u arrestua, nuk e dinte ku ndodhej. Nuk njihte zonën. Ndërkohë Sadik Llani është një person që ka lëvizur 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, ai di çdo rrugicë. Dhe sado që të përpiqet policia, do të trahtohet momenti që do mbetet pa para, nuk do t'i japin ndihmë rrethi miqësor, familjar e tjerë me radhë, dhe në momentin që do të detyrohet të sigurojë mjete për të jetuar, ka dy mundësi, ose më pas do të futet thellë në krim të organizuar dhe mund të shndrohet në vrasës me pagese të tjera me radhë, ose do detyrohet të kthehet dhe të dorëzohet në polici. Pra këto dyja janë momentet, se këtu çfarë hetimi do t'i bësh? Një sherrë nisur një vit e gjysmë më parë, dhe dy njerëz të cilët janë ballafaquar me njëri tjetrin, pse e bëre këtë, pse e bëre atë? Kaq është thjesht mentalitet. Kjo vrasje nuk ka një motiv të madh në pamje të parë, të paktën deri tani. Kalojmë te momenti, te pika e tretë ne kemi për në sot në dhe e fundit, por ndërkohë është shumë e rëndësishme. Nëse po ndodhë, çfarë po jeton SPAK për në Vërnec? Domethënë, zonja Lala, çfarë po ndodh me hetimet për çështjen e Zvërnecit? Ku janë të fokusuar hetimet e SPAK? Tani, duhet sqarojmë disa gjëra nëse do më lejosh në mënyrë kronologjike. Hetimi i SPAK-ut ka nisur më shumë se një vit e gjysmë më parë. Nuk është një hetim i nisur pas incidentit, sepse ka një keq interpretim. Shumë njerëz thonë që është ka nisur tani. Prandaj po e sqaroj sepse dua të jem shumë e qartë, edhe duan t'i lidhin të dyja ngjarjet bashkë. Hetimi i SPAK-ut ka nisur një vit e gjysmë më parë, diku në vitin 2025, kur në atë kohë hetuesit kanë arritur të zbulojnë disa transakcione të dyshimta të shitblerjes së pronave në zonën e Zvërnecit, dhe janë zona më pas të përcaktuara sipas emërtimeve që kanë. Këto transakcione kanë vijuar edhe përgjatë muajve të parë të vitit 2026. Në thelb dhe në qendër të këtij hetimi është Artur Shehu, një shtetas shqiptar familja e cili u përplas ashpër me bandën e Zani Çaushit, ka pasur disa të vrarë në familje. Ai u largua, u iku nga Shqipëria dhe u vendos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zani Çaushi ishte i menjërt, ky ishte i djathtë. Po, kishin përplasje edhe politike, por edhe ju e dini grupet kriminale në atë kohë se bandat. Si ishte politike më shumë se sa ishte i konflikt. Jo, kjo ka ndodhur në 99-ën. 99-ën. Janë përplasë në 99-ën atë. Vlora u polarizua dhe duhet ta themi këtë gjë. Polarizimi ishte majtas dhe djathtas dhe ne dim se si gjërat shkuan. Pra Zani Çaushi në atë kohë thirrej për të shoqëruar dhe Romano Prodin. Dhe këtë duhet ja themi publikut se ky është fakt. Dhe në këtë aspekt një lloj legitimiteti që i jepej. Dhe duke patur këtë lloj pushteti, ai më pas, duke kontrolluar gjithë zonën, filloi të asgjësonte gjithë ato emra të cilët dikë për inat e dikë tjetër për përplasje, pra kishte një sër motivesh. Megjithatë, Artur Shehu u largua nga Shqipëria, ka qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dyshohet të jetë një ndër personazhet më të rëndësishëm të narkotrafikut, pavarësisht se nuk ka një vendim gjyqësor, por në Shqipëri e lidh një skemë masive e tetërsimit të pronave. Dhe kjo histori është një histori e cila ka nisur në gjenezën e vet me falsifikimin e një dokumenti të nxjerrë nga arkivi të viteve 30, kur edhe përkthyesja që ka bërë përkthimin e ka përkthyer, pra është falsifikuar përkthimi, duke e njohur familjen Shehu pronare në një zonë që në fakt sipas hetimeve nuk i takon, sepse ata vërtet familja Shehu zotron prona në zonën e Kaninës e tjera me radhë,
po jo në zonën ku është vendosur dhe që ka aktualisht të gjithë pronën dhe që më pas pritet ose do ndërtohet investimi se tani mbetet për të parë si do shkoj pas protestave. Jo, mbetet për të parë, se unë nuk di ta them, s'unë ta paregjykoj. Tani çfarë ndodh? Artur Shehu e kryen këtë skem tjetërsimi si pas pak të dyshuar të tjetërsimit të pronave me ndihmën e ish avokatit familjes dhe me disa persona të besuar. Dhe arrin të marrin këto prona të regjistrojnë. Dhe duhet kemi parasysh që në finale fare, pronën Artur Shehu, pra familja Shehu e ka marrë me vendim të gjykatës së apelit të Tiranës. Por ky vendim i gjykatës së apelit të Tiranës është rrëzuar nga gjykata e lartë, çka do thotë që regjistrimi nuk mund të konsiderohet i qëndësishëm sepse u kthye gjithë situata në gjendjen e mëparshme. Dhe aty tani është bërë një përplasje e fortë interesash, sepse pretendojnë disa familje të tjera që këtë pronë e zotrojnë ata, dikush pretendon me AMTP, dikush pretendon me vendim të Agjencisë Kthimi dhe Kompensimit të Pronave, pra me vendim si qepe dikur, se aty ka një sër mënyrash për ta fituar pronën. Me vendim të Kthimit të Kompensimit të Pronave, me AMTP, që për mua AMTP është problematike, po gjithsesi, me vendim gjyqësor e tjera me radhë. Dhe çfarë ndodh? Në gjithë këtë gjë është që Artur Shehu, pasi arritim u mor me gjithë procesin e regjistrimit, dhe që unë mendoj kjo ka ndodhur për shkak të presionit që është ushtruar mbi kadastrin e Vlorës. Duhet kemi parasysh që gjatë kohës që është regjistruar kjo pronë dhe disa prona të tjera në zonën e jugut, janë larguar, nëse ju kujtohet, të paktën 8 drejtorë të kadastrës. Po, kanë njëri pas tjetrit, janë larguar njëri pas tjetrit, dhe kadastra e Vlorës doli jashtë funksioni. Tani, a mund se duhet ndalim pak këtu, dhe këtë duhet na thot hetimi Spakut, a mundet do të hetohet Artur Shehu pa patur nën hetim edhe të gjithë zyrtarët e kadastrës apo të institucioneve shtetërore që kanë bërë të mundur një masakër të tillë? Unë mendoj që ky hetim sigurisht ka në qendër Artur Shehun, personazh kontrovers, i cili e pranoi më në fund të qenë në Aruba, në atë përgjimin e famshëm që... Po ndërkohë ka një problem. Një miku im, konfirmon mua, ish deputetën, që ai është një pronar i rëndësishëm aty. Ja shpjegova mikut tuaj deputet, sa po ja shpjegova, në pjesën që pretendohet që është marrë, Fole me te. Jo nuk fole me, po ja shpjegoj tani. Atëherë, familja Shehu është pronare, por jo në atë zonë si pas jetimeve deritanishme, sepse Plum Petritaj është... Pra, nuk është aty, është pronar të aty, po... Po jo në atë zonë, thonë hetimet. Qertë. E kupton, është bërë vendosje, e para, është falsifikuar dokumenti nga Osmanishtja. Këtë thot hetimi, ka vendim gjyqësor për Plum Petritaj. Zoti Rakipi, në datën 29 maj, vetëm një ditë përpara asaj çfarë ndodhi në Zvërnec, prokuroria e posaçme bllokoi llogaritë e 2 vëllezërve miliarder nga Katari. Dakord? I bllokoi sepse nuk donin që këto para të shkonin tek Artur Shehu. Artur Shehu nuk ka kaloi direkt vëllezërve nga Katari. Ja kaloi një kompani ndërmjetëse që administrator kryesor i cilës është regjistruar, një biznesmen që del në disa afera korruptive. Në momentin që shkuan te kjo kompani, ai kaloi për llogaritë të vëllezërve nga Katari, që janë siriano-katares. Ata sirianë në fakt. Po, por janë me pasaport. Po, janë me pasaport të Katarit. Dhe sigurisht ata të paktën në transaksionin amnistuar tani dhe nga Shtetet e Bashkuara. Po, por në transaksionin që kanë bërë, është transakcion i rregullt. Ama Spaku donte të parandalonte tjetërsimin e gjithë gjës pra të pronës. Dhe çfarë ndodh? Në momentin që është bërë ngrirja, në datën 30 ka ndodhur incidenti i tmerrshëm në Zvërnec dhe në datën 31 gjykata e posaçme ka firmosur një tjetër vendim për kontrollin e disa zyrave zyrave avokatie, e para, e dyta është ushtruar kontroll te avokati, është ushtruar kontroll tek familjarët Plum Petriti dhe familjarët e tij, është ushtruar kontroll tek regjistruga, është ushtruar kontroll po ashtu tek noterja. Pra është një çështje e cila në thelb duket në pamje të parë sikur është e lokalizuar dhe e vogël, por në thelb, nëse do të hetohet deri në fund, aty mendoj që do dalin personazhe shumë të rëndësishëm, si në biznes, si në drejtësi, si në institucione, sa Artur Shehu nuk e ka vendosur firmën në vend të drejtorit kadastrës. Pra është dikush aty që e ka hedhur atë firmën, apo jo? Edhe fakti që aty ikën shumë drejtorë. Fakti që kanë ikur shumë drejtor, tregon që aty është bërë presion. Dhe duhet ta themi këtë gjë, jo vetëm për llogaritë kësaj prone. Dhe çështja tjetër është, tani unë nuk e di se çfarë do të ndodh me projektin, por jemi në... Po a e cënojnë hetimet investimin?
Tani, Këto e time që ka spak. Tani, unë nuk e di çfarë qëndrimi do të mbajnë investitorët, sepse zoti Rama fillimisht ta nuk ka leje, ndërkohë që leja ekziston dhe është i publikuar. U blokuan paratë. Po pra po. Atëherë, unë nuk Dhe ju e shpjeguat si atë para e blokuar? Në një përgjigje që kishte dhënë AZT-ja sot për MCN-n, kishte thënë që projekti është, investitori është tërhequr nga projekti. Ishte zyrtare nga AZT-ja. Investitori kush një? Zvërneci, kompania që do investonte, se mbajta më ndemrin. Ta dy... Jo, Zvërneci South Adriatic Development. Po, është kompania që investitore. Sipas AZT-s është... Vetëm të dy fjalë ligjevari dhe e mbylla. E di kush është problemi më i madh në këtë histori? Sigurisht që Shqipëria duhet të jetë një vend që thithë investimet huaja, sepse investimet huaja mund t'i vlejnë dhe sigurisht sjellin zhvillim në vend. Por përpara se stana të diskutojmë për çështjen ikën apo jo ato 4 miliardët, të cilat ne nuk i dim kush do t'i investonte, se nuk kemi një projekt, nuk kemi një vlerësime tjera me radhë, atëherë ne duhet të ndalemi pak të një problem që është shumë thelbësor. Çështja e tjetërsimit të pronave. Nëse nuk zivet historia e tjetërsimit të pronave, e mbani mend atë Faat Mitri se ne kemi bërë emision në këtë studio, që u dhunua, nëse u kujtohet, dhe u largua nga Shqipëria biznesmeni në autostradë. Po pra po. Dhe u largua biznesmeni libanez u largua përfundimisht nga Shqipëria. A mund të ketë biznesmen të huaj që të ofrohet për të investuar kur Shqipëria ka një problematik shumë të madhe me çështjen e tjetërsimit të pronave? Pra qeveria shqiptare në vend që të akuzoj dhe zoti Rama të akuzoj qytetarët se janë agent grek, ku di unë serb, iranian e tjerë me radhë, mendoj që duhet ta kthej pak, vështroj veten pas hyrë dhe të shikoj, jemi në 2026, si ka mundësi që kemi kaq shumë problematika me pronat? Sepse nuk është vetëm çështje drejtësisë, zoti Rakipi. Kjo është një çështje. Dhe janë lënë qëllimisht në këtë gjendje pasive që të bëjnë më të forcat. Dhe unë nuk mendoj që pavarësisht hetimit të SPAK dhe pavarësisht si do shkojë kjo histori, unë nuk mendoj që ai investimi do pengohet, ë? Unë nuk e mendoj. Edhe nuk është askush kundër investimit. Është për investim qëndrueshëm, për turizëm qëndrueshëm, mbrojtjet mjedisit, pra një zhvillim që i vlen realisht qytetarëve shqiptar. Në këtë frym duhet ta diskutojmë. Qartë. Zoti Rakipi, 3 janë pronarët përfundimtar ose kryesor të tokës atje, është Artur Sheu, Ferdinand Sula dhe avokati Pluhn Petritaj bashkë me familjarët e tij. Avokati me origjinë nga atysh? Është nga Vlora, po. Dhe i cili është avokati i cili është marrë me gjithë procedurat ligjore në emër të Artur Sheu dhe trashëgimtarëve të tjerë të familjes. Ky ka marrë pjesë pastaj aty? Po, ky ka marrë pjesë dhe ka disa transaksione me kontrata notariale mes Artur Sheut dhe familjarëve të Pluhn Petritajt, dhe e tillë është një kontratë notariale disa viteve më parë ku pjesëtar të fisit Sheu i kanë shitur Ina Petritaj, e cila është vajza e Pluhn Petritajt, 1 milion metra katror në këtë zonë me çmim prej 253 milion metra katror, sa hektar i bie se? I bi 100 hektar. 100 hektar, për shifrën simbolike prej 253 milion lekësh. Zim do të 200 metra. Ose 2.5 milion euro që i bie rreth 2.5 euro për metër. Dhe kjo është njëra provë që ka edhe gjithë të para zoti Rakipi janë paguar jashtë zyrës notariale. Nuk kanë kaluar nëpërmjet llogarisë noterit siç e parashikon ligji. Një gjë interesante ose e rëndësishme në këndvështrimin tim në vendimin e kontrollit të prokurisë së posaçme, miratuar nga gjykata e posaçme më pas, është një dëshmia e noteres Amela Mukaj, e cila ka treguar që lidhjet mes palëve, sepse në zyrën e kësaj notere zoti Rakipi janë sekuestruar gjithsej 8 kontrata notariale, dhe sipas dëshmisë së kësaj lidhjet me palët e këtyre 8 kontratave ja ka mundësuar një person me emrin Edgers, në mos gaboj, po Edgers, i cili është punonjës i kompanisë Kastrati. Sara Banushi, e cila dhe ajo është punonjëse e kësaj kompanie, ka ndihmuar sërish pastaj me komunikimet e palëve, në momentin që kjo noterë është pyetur nëse i ka komunikimet me Sara Banushin, ka thënë që i ka fshirë, ndërsa gjatë kohës që ka qëndruar në prokurinë e posaçme, ku edhe është pyetur, prokurorët i kanë kërkuar që t'i kqyrin telefonin dhe fillimisht ajo ka dhënë dakordsim për ta kqyrur telefonin. Gjatë kqyrjes së telefonit janë gjetur komunikime me një avokat nga qyteti i Vlorës, Enkes Hysén Dhima, dhe janë gjetur mesazhe shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë pikërisht me dosjen që po heton prokurimi i posaçme, dhe në këtë moment
ajo ka kërkuar që të ndërpritet qyrja e telefonit dhe këtu ka përfunduar një pjesë e dëshmisë së saj. Një tjetër dëshmi me rëndësi në këtë hetim është edhe dëshmia e Ferdinand Sulajt, të cilin e përmenda që është një nga përfituesit e pronave në këtë zonë. Dhe sipas tij me regjistrimin e pronave është marrë Artur Shehu, i cili ja ka deleguar kompetencat, po them, Plumb Petritaj. Po që këtu fillon problematika. Si është marrë Artur Shehu, ndërkohë që ai thotë nuk ka marrë në Shqipëri asnjëherë nga ana tjetër se këtu duhet parë gjitha, domethënë. Në 2007 Ferdinand Sulaj thotë diçka shumë interesante, thotë që në 2007 është bërë regjistrimi i pronës së njohur si Dalani, me sipërfaqe 1.089.000 metra katror, dhe regjistruar në emër të trashëgimtarëve Sejid Shehu, në emër të trashëgimtarëve të Sejid Shehu, të cilët janë Ramiz, Mereme dhe Kutbi Shehu. Më pas këta ja shesin trashëgimtarëve të Sejid Shehu dhe Ferdinand Sulajt, dhe ky bëhet pronari 1.8. Po, e përfundoj shumë shpejt janë detaje, por po thoja që dëshmit janë të rëndësishme në këtë hetim, e përmenda dëshminë e Ferdinand Sulajt, më pas vjen dëshmia e Soni Sulajt, djali i Ferdinand Sulajt, i cili tregon... Ta e mbërnjat gjithë, Po, i cili tregon një gjë shumë interesante, zotëri Rakipi, që projekti për Zvërnecin nuk është i sotëm, nuk është i këtyre 6 muajve të fundit apo 5 muajve. Ai flet që ka pasur negociata. Apo trajtohet e qartë. Në negociata me Redi Strugën 3-4 vite më përpara. Apo trajtohet ky hetim si prioritar nga SPAK? Ishë më prioritari. Duke patur parasysh dhe vëmendjen e shtuar të publikut. Më prioritari ai është. Kush prokurore e ton këtë çështje? Nuk është prioritar sot, zoti Rakipi. Këtë duhet të ndajmë. Për shkak se pas këtij projekti ishte shfaqur dhëndri presidentit Amerikan, kërkoj shumë djesë, ka qenë prioritar, por ky është nga ato hetime që nëse nuk do të ishte bërë ngrirja e llogarive të vëllezërve nga Katari, dhe nëse nuk do të ishin bërë ato kontrollet që sigurisht kur doli policia dhe kontrolloja në rrugë, ky hetim nuk kishte për të marrë vesh. Kush prokurore e ton? Janë 2 prokurorë, është zonja Elida Kaçkini dhe Altin Dumani, që po e hetojnë. Dhe që kanë marrë në informacionet që kam arritur të siguroj, bashkë me Gjevahirin, me qënë si jemi marrë ditët e fundit, pra që pasi ndodhi ngjarja në Zvërnet, sepse aty e kemi mësuar që kishte një hetim, kanë marrë edhe dokumenta jashtë vendit dhe kanë marrë një dosje dhe nga autoritetet e huaja. Se çfarë përmban ajo dosje? Unë s'kemi një gjë të rëndësishme sepse i kemi kaluar gjitha limitet. Se të ndërteva. Jo, unë e kam parë atë pjesën e hetimeve që në fakt do doja të shija është për pronën e personit vrarë në Tiranë vitin e shkuar, edhe i kishte 95 hektare, por ende nuk ka dalë se... 5.000 metra. Hektar kush ky juristi? Ujana Sufi. Jo, u vranë në atë në Jemi mjaft vonë, domethënë, kemi kaluar gjitha limitet, unë ju falenderoj shumë, u vonuam pak, mund të zgjateshin, po u vonuam pak, për shkak të ngjarjes jashtëzakonshme që të pjesës parë, të cilën ne as kush se kishte parashikuar, dhe nuk e mendonim. Dhe ju falenderoj shumë, të nderuar të shikues, ky është emisioni për mënyrën e sotme. Ju falenderojmë nëse na keni ndjekur. Miru pafshim në emisionin e ardhshëm.